Rikthehemi së bashku, nësa ora shënon 10:08 minuta, faleminderit që na ndiqni nëpër ditën mbar. Kemi shumë muhabet të mirë dhe pozitivitet kur flasim për një personalitet që kemi të ftuar, një mik të programit tonë dhe të medias sonë. Një mik të shtëpisë, por edhe një mik të gjithëve, ku punimet e tij pothuajse janë shumë prej shtëpive tuaja, e shumë prej jush po besoj dhe ja keni lakmin, shumë punëve të cilat i ka bërë. Fjala për profesor Hajrush Fazliun, piktorin ton të njohur, jo vetëm në vend, por në arenën ndërkombëtare, i cili do t'jetë edhe me një ekspozitë personale, pikërisht me 28 nëntor në shtëpinë e artistëve në Rahovec. Do të shpalos punimet e tij nga 49 vepra sa i ka bërë këtë herë. Profesor, mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm. Mirë se erdhët, nëntori, ka festa, ka koncerte, ka aktivitete shumë interesante, por edhe piktura është shumë e nevojshme. Na bën mirë ta shohim. Ju faleminderit, njerë lejonit ju përgëzoj edhe për emisioni, por aq ma tepër një emision festiv, ku në vazhdën e aktiviteteve festive të nëndorit, do të thotë jam edhe rasti edhe unë të jam prezent në një shtëpi të artistëve, e cila është shtëpi unikate, ndoshta edhe vetme në Republikën e Kosovës, e cila veç po promovohet me rastin edhe të ditës së flamurit me ekspozita të artistëve jashtë Rahovecit, po megjithatë është për të përgëzu, do të thotë një institucion për cilin mendoj se ka një të ardhme shumë të ndritshme. Aq ma tepër jam shumë i nderuar kur në Rahovecin e dashur mikpritës, po mbi të gjitha Rahovecin e verës, rakijës dhe miqësisë dhe dashurisë, organizon shumë evente dhe në këtë vit ka pas disa prej tyre, por me rastin e ditës së flamurit në agjendën e programit të kuvendit komunal, do të thotë është edhe emri im gjithsesi ekspozita ime personale. Në këtë ekspozitë... Ishte ftesë e tyre? Pyetje njëjtë, apo? Po thuaj, se jo i kam e diçka tjetër, sepse përmendëm Rahovecin, Rushin, Verën, i dërgove ti ndonjë pikturë, ndonjë peizazh interesant ku ishte Vera dhe Rushi vreshti, apo ata? Në Rahovec, për koincidencë të themi, unë jam mbi 20 vite, do të thotë në çdo event artistik që organizon në Rahoveci, dhe kështu që jam bo edhe sikur me qenë i shtëpisë të këty qyteti, po mbi të gjitha ishte ftesë edhe e tyre për t'u prezentu, do thot një artist nga jashtë komunës së Rahovecit dhe kësaj radhe më nderun edhe më respektun mu. Për ndryshe aty veç ban edhe koloni artistike, simpoziume, workshope, dhe çka e bën ma të afirmuar këtë shtëpi artistike, sepse është e vetmja, si që thash, edhe ajo besoj se një ditë do të ketë edhe prezentimin edhe me artistë edhe ndërkombëtarë. Përdyshe aty prezentohem me 49 punime, kryesisht të realizuarat të thotë viteve të fundit, të formateve të themi pak më të vogla. Ne po shohim diçka nga videot e punës natyrisht përgatitjeve për ekspozitën, dhe si çdo herë është stili juaj i njëjtë që ju veçon, ato ngjyrat karakteristike, të cilat e bëjnë një punim që të mbjetoj gjatë dhe çdo herë të jetë i freskët e aktual. Mos të harroj edhe një të shtoj aty të organizimi, një koqiri, apo të themi dy personalitetet të cilët janë marrë me organizimin e ekspozitës time, është Femi Hoxha, një herit edhe përgjegjësi dhe organizatori kryesori i shtëpisë së artistëve, një artist me pam dhe reputacion ndërkombëtar, dhe kuratori apo kritiku i artit, dramaturgu, regjisori Naser Shatrolli, i cili para 2 nete shkëlqeu në teatrin e Tiranës, është fitues dhe laureat i shumë shpërblimeve në këtë vit, dhe jam i nderuar që atë takom si kurator të ekspozitës time. Së bashku me këta dy, do thotë besoj se ekspozita ime përveç fuqisë, ngjyrës, formës, linjës apo elementeve figurative, do ta ketë edhe porosin apo edhe imazhin, ato siç e thatë edhe ju, sepse unë e karakterizohem përmes ngjyrës, ajo është fuqia dhe arma kryesore e pikturës time, dhe mundohemi që përmes këtij elementi
apo parimi figurativ të jam prezent kudo që prezentohem. Po. Flasim pak për punimet që kanë të bëjnë me nëntorin, sepse me qenë se ekspozita... Po, s'më the që ato pritem në një shishe verë, në një gotë vere, i shkoni piktoria dhe një gotë vere duke folur për pikturat. Ajo është pjesë përbërëse e gjithë aktivitetet. Ato në mundë në Rahovec, po nuk u shiju, do të thotë vera, rakia, ajo, sukur si e në Rahovec, shkon pa tjetër. Prandaj, në Rahovec edhe në këtë ekspozit, kryesisht si motiv dhe ide marrë dy elemente kryesore që janë gati në gjitha pikturat e mia prezente, sidomos profilet e femrave, apo unë shpesh rritoj profile dardane, ilire, e tjerë, por edhe kështjellat. Dhe përmes këtyre dy elementeve mundohem që ta përafroj, do thotë edhe festën e nëndorit në ato kështjella dhe ato institucione të kohës janë marrë edhe vendime të mëdha. Prandaj edhe në punimet e mia, aty vrehet kështjella, vrehet profili, mbi të gjitha aty këtu kemi edhe flamurin kombëtar, prandaj deshëm apo s'deshëm ti përshtatemi konceptit edhe festiv të festës së flamurit. Këto janë elementet të qëndrueshmërisë, kështjella. Por ku gjen ngjashmërinë apo këtë profilet e femrave dhe kështjellave? Pa, unë shpesherë thonë prononcimet e mia se botën dhe sillin femrat, ato janë ato që vendosën. Prandaj çdo vendimarrje kudo që të jetë, ajo në kështjellë, në shtëpi apo në institucion me rëndësi, femra është ajo. Dhe unë drejtëm me thamë që në krimtarinë time është figuracioni, element artistik që e përdori, atër femrën e kam gati, po sta them 70% krimtarisë time që numron dikon 700 piktura, po në pjesën dërmuese kam kryesisht personazh apo leitmotiv e kam femrën. Prandaj këtu edhe mundohem ta bëj atë ndërlidhjen të thotë e qendresës, e vendimarrjes, e femrës, bukurisë, hynore, e tjerë, që përmes ngjyrave dhe kompozimit tim artistik dikun të flet përmes një ngjyre, dikun përmes një forme, dikun përmes një linje, po megjithatë imazhet dhe porosia të shkon aty drejt shikuesit dhe opinionit të cilët e dojnë pikturën time apo e pëlqejnë. Po, çfarë veçojnë këto elementi i kanë vrejt po besoj edhe ardashësit, ata të cilët i shohin në vazhdimsi dhe kanë edhe punimet tuajat. A ka diçka tjetër të veçantë për të cilën ju flasin dhe kanë vrejtur që është pjesë e integruar e juaja në tërë karrierën të cilin e keni bërë? Rrugtimi im në krimtari është bukur i gjatë. Dhe unë kam në shumë ciklet të cilet janë të ndarë, do të thotë nuk ndale veç të kështjellat apo të profilet, po dhe në të gjitha. Po ajo çka është parsore te unë edhe që mendoj se fuqia qendron e krimtarisë time është përveç idesë dhe motivit që ndërtoj, është komponimi i dy elemente si është ngjyra, forma dhe linja. Të jesh vizatues i mirë, do të thotë shumë është domethënëse dhe shumë është e fuqishme në artet pamore. Prandaj ka karakteristika të cilat dikush ndërton në imagjinat, dikush në fantazi, dikush në pamjen në pjesën vizuale e interpretimit ose të kopjimit, shablonizimit e tjerë. Jo, unë mundom të jem shumë origjinal dhe ta trajtoj punën time ashtu si ma thot emocioni, pasioni im, dora ime, impulsiviteti im, dhe këto të japi një përmbajtje, po mbi të gjitha të ketë një imazh të caktuar. Dhe besoj se deri me tash ja kum arrit, edhe pse jam një tip që eksperimentoj në krimtari, po eksperimentoj kryesisht te tekstura, te elementet e komponimit të ngjyra e tjerë, por jo edhe te tematikat apo te ato ide të cilet ka njëherë deshëm apo s'deshëm më bëhen shumë për qefi edhe ato i kam hapur zemrës, shpirtit tim. Mirë, sa do t'jetë hapur ekspozita dhe pse duhet me ardhë rahovecianët, por edhe të tjerët, me i pa këto 49 punimet tuaja. Ekspozita do të hapet me data 28 nëntor në kuadër të programit festiv, sepse do të ketë edhe inaugurimi i disa shtatoreve, ngritja flamurit, mandej mbledhja solemne e kuvendit komunal, por në ora 13 do të thotë mandej do të kenë rastin të gjithë qytetarët
Rahovecit, miq, dashamir, studentë mi, media, i ftoj të jenë prezent dhe hapja solemne do të bëhet në shtëpinë e artistëve, në një shtëpi që ne artistët veç jemi të gëzuar dhe kemi shumë për qef, dhe besoj se Femi Hoxha, artisti, miku jon, ka bo një punë të mrekullueshme, po falë mbështetjes edhe të kryetarit të komunës dhe gjithë stafit të tij. Prandaj shfrytëzoj edhe mediumin e ju të ftoj të gjithë kolegët, dashamirët e artit, ata që e pëlqejnë pikturën tim me artin tim, të jenë prezent në hapje dhe besoj se kanë shka të shohin një punë apo e re me cilën unë po e përmbylli një karrierë të suksesshme. A mundemi të bëjmë një shkputje shumë shkurt, me qenë se kemi kolegun tonë Erionin në shesh atje ku po vazhdon greva edhe arti është pjesë përbërëse edhe kësaj po shohim ato disa deklarata që po japim dhe kthehemi për ta vazhduar bisedën. Kthehemi tek profesor nuk e përdorin autobusin, profesor, e përdorin autobusin? Jo, pash, po shërbim në shërbim tonë, në shërbim dhe ftoj që të bëjnë një zgjidhje sa më parë, me që kemi të bëjmë me festat. Një inspirim për një ekspozitë tjetër. Edhe ato të bëhet në për këto bulevardet e Prishtinës, në ambientet të hapura. Sidomos tani që ka shumë ngjyra, Po, ajo do të ishte bukura e gjithë edhe protestës tonë artistike. Po pra. Mirë, flasim pak si zakonisht ke udhime të shumta, ekspozita të shumta në mbar botën. Nga u në fundit ku ishe? Mund të them në Jordan, në Turqi, nuk e di se ku jo. Mund të them se viti 2025 vërtet ka qenë një vit me plot suksese, të them me plot dinamik, dhe ato shka do t'i veçoja janë 3 simpoziume apo evente ku ka marrë pjesë, është në Jordan, ku mbahet festivali i 65 me radhë në Jarashtë, është një qytet me dekret të mbretreshës së Jordanit të zonjës së mbretit Husein, edhe aty kjo qendër do të rru një traditë të kulturës dhe trashëgimisë kulturore të Jordanit. Dhe ne patëm fatin të jemi përfaqësues nga Kosova, ku atje për 8 ditë qëndrum, po e bukur gjithë asaj vizite dhe punës tonë që e prezentuam ishte edhe vizita e mrekullive botërore, si që është Petra, një vend ku vërtet jo rastisht nuk thuhet se është ndër 7 mrekullitë e botës, aty pam diçka që dora njerit, mendja njerit, e kalura njerit vërtet ka bo mrekulli. Prandaj, ky mbetet një nga kujtimet e mia të rrugtimit tim artistik, ndërsa pas ardhes nga Jordani, kam pasën në Maqedoninë e Veriut, në Kavadarci, një koloni artistike të organizuar nga një artist Vladimir Temkov, njëherit fituesi i shpërblimit tetorit në Maqedoni, dhe ai më ftoi që ta përfaqësoj Kosovën në këtë simpozium. Dhe ajo e treta e fundit prej nga shumë shpejt erdha është në qytetin Bollu, një qytet shumë me një renome universitare, ku pata rastin përveç punëve të mia të cilet lash 4 piktura aty, të mbaj dhe një ligjërat, gjithsesisht një kumtesë artistike mbi artin e Ballkanit me tekste veçantë mbi artin shqiptar, i cili u mirëprit. Por në kësaj radhe pata me veti edhe 3 koleget e mia, 2 artiste nga Peja, artiste të shkëlqyshme, Liridona Gjuka Bogu dhe Teuta Gasaferi, dhe artistja që i surprizoi do të thotë në Turqi ishte Leonora Zenelaj, një artiste nga Prizreni, për cilët jam falënderues shumë sepse ajo ishte edhe njohëse e mirë e gjuhës turke, kështu që prononcimet e mia çdo herë ishin edhe barre saj, kështu që vërtet kalon shumë bukur. Dhe ekspozita u mirëprit dhe me këtë rast u ndan edhe mirënjohjet dhe shpërblimet, çka mora edhe një plaketë speciale në këtë simpozion. Këto i përmenda duke mos harru asnjëherë eventet këtu në Euro Kosova Art, në Prishtinë që mbahet, në Rahoves, në Ferrand, në Pej, në Prishtinë, etj. Këto më veç s'pi llogaritit, do thotë. Unë jam shumë aktiv, ndoshta për shkak edhe moshës që jam, po më shtyn më tepër ta ruaj pa këtë kondicionin tim
edhe të krijimtarisë, edhe spontane. Dubai do të jetë mirë në botë për ty që duan pikturën ku ndodhen. Ardashët më të mirë. Ju falemnderoj, po. Si të ardashët Ardashët më të mirë që duan pikturën që vlerësojnë ku ndodhen, flasin në botë. Pikturën, e keni fjalën pikturën time apo përgjithësi pikturën? Përgjithësi, që e respektojnë, vinë. Shqo, padyshim atje ku janë civilizimet e artit pamor, Itali, France, gjë tjere, po, këto mund ta them shumë se edhe shqiptarët, bilim ka shumë koleksionista privat, të cilët vërtet opusin e vetë të koleksioneve që kanë fillu ta begatojnë, edhe çka është shumë e rëndësi edhe në Kosovë, po, sepse përshifni gati çdo ditë ka evente dhe organizime. Këtu e kemi edhe për ta përshëndetur edhe mbështetjen që e kemi ndoshta institucionale apo shtetërore, ku me këto financa, me këto mundësi, me këto hapësira, po mundohemi ta promovojmë edhe artin tonë. Mirë, që të mos zgjatim edhe shumë hapi radhës do të jetë Dubai, sepse i kemi miq tjerë, mysafir të tjerë. Dubai do të jetë hapi radhës, se po? Tani kam ftesën në Arabinë Saudite edhe në Dubai, 2 ftesa që i kam. Por ajo ma me qef që do të besoj është Dubai. Po, ke qenë ndonjëherë? Jo, s'kam qenë asnjëherë. Edhe dha Zoti ndonjë shkendi për ndonjë shitje të ndonjë pikture. Kështu me një vlerë pak më të lartë. Pse jo? Por prap kam në Luxor të Egjiptit kam edhe një ftesë, ajo është llogaritet në muajin prill. Dhe kam një kërkesë nga kolegu im nga Turqia, dekani i Fakultetit të Arteve në Turqi, në një universitet të Ankaras, mendon të organizon në Ballkan me vend qëndrim në Kosovë. Në Kosovë apo në qytete dhe propozon prizrenit të jetaj një koqiri këtij simpoziumi artistik. Dhe kërkon mbështetjen që unë të jem një bashk organizator me te. Mbram patëm një komunikim, besoj se së shpejti do të njoftoj, edhe i thash një pikë reference që mund bo 2 vendet në Ballkan më interesante është Prizreni dhe Ohri. Dhe nëse mundemi këto 2 qendra, atëherë do ta bëjmë vërtet një event interesant. Neve po na mbetet së shpejti të takohemi prapë dhe të flasim për projekte të tjera. Faleminderit shumë. Suksese tutje. Shumë faleminderit. Edhe një herë shfrytëzoj rastin gëzuar festa e Flamurit, dita e pavarësisë së Republikës së Shqipërisë, festave tona dhe këtë vit të përmbyllët edhe me zgjedhjet politike të cilët na mbajnë peng me këto protesta me këto, dhe do të ishte apeli jemi që të kenë vërtet një dorë pajtimin në çdo sferë, sepse vetëm kështu na karakterizon popullin tonë.